Ish prokurori Arian Doj, ndaj të cilit u bë një atentat në vitin 2019 ku humbi jetën Andi Maloku, është rikthyer sërish në gjykatën e posaçme, ku ka dëshmuar në prezencë të Plaure Dervishajt dhe Julian Meçajt. Në seancë, dhe njëherë para togave të zeza, sqaroi se nuk ishte në dieni se kush ishin persona që kishin kryer sulmin, ndërsa shpreh se nuk ka pasur probleme me asnjë person, as si prokurore as jashtë asaj detyre. Atë ditë kur ndodhi sulmi, kam dalë zakonisht nga shtëpia dhe kam shkuar në zyrë ku kam qëndruar deri në orën 12. Më kanë marrë në telefon disa miq me të cilën kemi ngrënë drek. Andi Maloku erdhi në zyrë dhe më mori. Në drek kam qenë me Aleksander Lau dhe disa njerëz të tjerë. Pas drekës, unë shkova në Tiranë në shtëpi dhe ka hyrë për ne dhe Aleksander Lau. Sapo kemi dalë tek ura e Dalanit, jemi goditur dhe plumat vinin nga mrapa, por nuk kemi arritur të shikojmë makinën. Sipas Ndoj se i takon dosjeve të gjetura në makinën e tij, ka shtuar se ka dhënë deklarime më herët në SPAK dhe shpreh se nuk i përkisnin atij. Në lidhje me dosjet e gjetura në makinën time kur jam qelluar, jam pyetur në SPAK. Materialet i takonin një avokati, nuk kanë lidhje me mua ato dosje. I kam pasur te makina ime, se makina e tij ishte e prishur. Pjesë e dëshmisë ka qenë dhe kushëriri i Andi Malokut Bashki Maloku. Ky i fundit ka treguar se janë njohur me një mesazh në telefon, ku tregonte se sulmin me armë ka kryer Plaure Dervishaj. Na ka ardhur një mesazh në telefon ku na thoshte mos u merr me shtet, se e kemi bërë ne. Numrin nuk e pash mirë se mendova se mos është intrig. Në fund shkruante Plaure Dervishaj. Në gjykat ka dëshmuar dhe ish deputeti Halid Valteri, personi që ka nxjerrë një video në parlament, që kishte të bënte me sulmin ndaj ish prokurorit Arian Doj. Gencin Maloku e kam njohur pak ditë pasi djali i tij ndroi jetë, erdhi mu prezantua dhe më tha më kanë vrarë djalin dhe më tha kam video të atyre që kanë vrarë. Kam bërë interpelancë me ministrin e brendshëm të asaj kohe Sander Leshaj. Më ka dhënë një tablet ku duken dy persona, një me kapele dhe një pa kapele. E kam shfrytzuar këtë çështje politikisht për të marrë kredencialet e mia politike si deputet i opozitës. Pas ekstradimit nga Dubai të Plaure Dervishaj dhe Julian Meçajt, gjykatari hapi shqyrtimin gjyqësor. Sipas SPAK, Dervishaj ishte në rolin e porositësit, ndërsa Julian Meçaj dyshohet si një nga autorët e ngjarjes së rëndë, ku humbi jetën shoferi ish prokurorit Andi Maloku dhe u plagos vetë Arian Doja dhe Aleksander Lau.